Edhe në ditët e vjeshtës, parku natyror i Syrit të Kaltër vijon të jetë një nga destinacionet më të vizituar në jug të vendit. Bukuria e ujit kristal, gjelbërimi përreth dhe qetësia që ofron natyra, tërheqin dhjetra vizitor vendas dhe të huaj çdo ditë. Edhe pse temperaturat kanë rënë, turistët nuk hezitojnë të shijojnë shëtitjet përgjatë rrugicave të parkut dhe të bëjnë foto pranë burimit magjik. Shumë prej tyre cilësojnë Syrin e Kaltër si një mrekulli të natyrës që nuk humbet bukurinë në asnjë stin të vitit. E kam parë shumë herë në foto, por nga afër është diçka krejt ndryshe. Uji është aq i pastër dhe ngjyrat ndryshojnë sipas dritës, sa duket sikur po sheh një pikturë. Është një vend që të qetëson dhe të bën ta duash natyrën edhe më shumë. Kam udhëtuar në shumë vende të botës, por Syri i Kaltër është ndër më breslënësit. Kombinimi i ujit të ftohtë kristal, pyjeve përreth dhe paqes që ndjen këtu është i rrallë. Është një vend që të mbetet gjatë në kujtesë. Në mesin e vizitorëve ka nga ata që rikthehen çdo vit. Për ta Syri i Kaltër është simboli i mrekullive që ofron Shqipëria. Këtë park e vizitoj çdo vit, që nga era e parë kur e pash rastësisht gjatë një udhëtimi familjar. Çdo herë ndjej të njëjtën mrekulli, sikur po e zbuloj për herë të parë. Edhe tani në Vjesht ka një bukuri të veçantë që më bën të rikthehem përsëri. Vëmendja ndaj mirëmbajtjes dhe ruajtjes së ekosistemit të parkut është thelbësore, në mënyrë që Syri i Kaltër të mbetet një destinacion i pastër dhe i gjallë për brezat që vinë. Vjeshta i ka dhënë parkut një ngjyrë të veçantë, duke e bërë edhe më magjepsës për çdo vizitor.